Kuvendi i Kosovës ka dështuar për herë të nëntë të konstituohet, pas një tjetër seance të tensionuar që u zhvillua këtë të enjte. Kryesuesi i seancës Avni Dehari propozoi votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, por propozimi u rrëzua nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe. Ndryshe nga seancat e mëparshme kësaj radhe, Lëvizja Vetëvendosje nuk propozoi një kandidat për kryetar të kuvendit, duke shtuar edhe më shumë paqartësinë mbi rrjedhën e mëtejshme të procesit. Kreu i Partia Demokratike e Kosovës Memli Krasniqi deklaroi se kandidatura e Albulena Haxhiut nuk do të kalojë, ndërsa akuzoi Vetëvendosjen se po mban peng institucionet për arsye personale. Në reagim, Lëvizja Vetëvendosje theksoi se është opozita ajo që po bllokon konstituimin, ndërsa deputetja e Guxo Donika Gërvallasqars, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës se janë bashkuar me listën serbe për të ndalur procesin. Seanca e parë e kësaj legjislature në Kosovë u zhvillua në 15 prill dhe deri tani deputetët kanë bërë vetëm betimin e tyre. Partia e Albin Kurtit nuk i ka votat e nevojshme për miratimin e Albulena Haxhiut si kryetare të parlamentit dhe qeverisë së re. Seanca e radhës është caktuar për më 3 maj, në orën 10, ndërsa bllokada institucionale po zgjat tashmë prej javësh.